Me shtimin e fluksit turistik në Gjirokastër janë rritur edhe rastet e aksidenteve rrugor. Te bën të ditur mjeku i urgjencës Bledar Çela, i cili thotë se janë disa pika ku ndodhin zakonisht, përveç atyre që kanë të bëjnë me mos respektimin e kodit rrugor. Të përfshirë në to janë kryesisht turistët dhe emigrantët. Me ndryshimin e kohës dhe fillimin e lëvizjeve, do më kemi pasur një rritje të aksidenteve në rrugë, qoftë dhe të qytetarëve lokal, qoftë dhe ata që vinë si turist. Është parë, do me thënë, kryesisht janë disa pika që në zonën tonë që duhet pasur kujdes, pasi po të shikosh do me gjithë një aksidentet ndodhin në ato pika, paka shumë, do me thënë, mund të thuash, do me thënë, në urën e Kardikit, në hyrjet e daljes të qytetit, në Vrisera kemi pasur, do me thënë, janë disa zona paka shumë dhe qytetarët, do me thënë, ata që udhtojnë ditë për ditë e dinë, do me thënë, ku janë dhe do një kujdes të veçantë në këto zona, qoftë dhe nga qytetarët kur i afrohen këtyre pikave që ka risк të lartë, duke ulur shpejtësinë dhe duke marrur kushte për të mos agravuar situatën në rastet kur trafiku është i ngarkuar ose gjatë natës. Plus dhe gjatë natës do kujdes, pavarësisht se nata atë trafikun e ka të ulë dhe rrugët janë të hapura, po prapa ka një risk dhe nata. Risk pasi kem pasur natën, do më thënë pacient, do më thënë që udhëtoj natën dhe mund të jetë një person që është i lodhur, do më thënë e ka marrë gjumi dhe nuk është shumë i prek në timon, do më dhe nata ka riskjet e saja. Kem pasur dhe aksidente dhe nga pakujdesi, do më thënë dohen që kujdes në zbatimin e rregullat të qarkullimit, pasi një gabim i vogël, do më që mund të bëj çdo njeri e kupton kushtet normale, do më dhe nuk se ke ndonjë efekt, po kur je me makinë mund të bësh një dëm që të kushtoj jetën e personit, familjarit, ose një person tjetër që mund të futi ty në probleme të mëdha ligjore dhe nga një pakujdesi e vogël e momentit. Të aksidentuarit janë paraqitur në gjendje të ndryshme shëndetësore, ku në disa raste ata janë drejtuar në kryeqytet. Kem pasur gjendje të rënda, të cilat i kemi transferuar për në Tiranë. Pastaj kem pasur gjendje më të lehta, të cilat janë mbajtur në spitalin tonë dhe janë mbajtur në survojim nga mjekët dhe personali mjekësor, derisa kemi qenë të qetë, domethënë që ata nuk ishin në gjendje rreziku dhe janë shoqëruar për në shtëpi me terapitë përkatëse. Vetëm gjatë muajit prill janë shënuar 6 aksidente automobilistik me 15 të dëmtuar lehtë.